Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë në bashkëpunim me specialistë seksionit të mbështetjes operacionale me njëherë pas kallëzimit të një shtetase të shoqëruar nga gazetarët e emisionit Piranjat se për ndiqjen nga ish bashkëtuesi i saj organizuan punën dhe kryen veprimet operacionale të nevojshme për kapjen e autorit. Si rezultat u kap në ambientin lokal autori dyshuar i rastit, shtetasi AA 39 vjeç banues në Lezhë, i cili ishte aktualisht në mas sigurie arrest në shtëpi për penale për ndjekja ndaj së njëjtës shtetase që ishte e pajisur me urdhër mbrojtje ndaj tij. Ndërkohë shërbimi të Komisariatit të Policisë Kurbin shpallën kërkimin shtetasit me gjë 20 vjeç banues në Murras, pasi nuk u gjet në banesë, ndërkohë që është me mas siguri arrest në shtëpi. Për 45 vjeç banues në Milot, pasi dyshohet se ka vjedhur disa pajisje në një servis për automjete, po punohet për kapjen e dy shtetasëve, njoftoi policia. Shërbimet e policisë rrugore arrestuan shtetasin DI 54 vjeç banues në fshatin Irshë Shëngjin pas u kap në aksion rrugor Lezhë Shëngjin duke drejtuar automjet në gjendje dehur. U referuar në prokuroriku nisi procedimi penal për shtetasin Reme 29 vjeç pasi në aksion rrugor Mamuras Laç automjeti që drejtonte u përplas me automjetin që drejtonte shtetasi AZ 50 vjeç. Sipas u dëmtuan dy pasagerë në automjetin që drejtonte ky i fundit, të cilët janë në spital aktualisht jashtë rrezikut për jetën. Matat përstoriale ju referuan prokurorisë së Lezhës për veprimet e mëtejshme.